Të nderuar teleshikues, asalamu alaykum. Mirë se vini në ciklin ton të emisioneve Familja. Ne vazhdojmë të jemi akoma në itinerarin e faktorëve të cilët e bën një familje të lumtur. Si gjithmonë, i ftuara ynë është me ne hoxha i nderuar Ahmet Kalaja. Hoxha i nderuar, mirë se erdhët. Mirë se gjithë. Kemi trajtuar disa nga pikat, le të themi nevralgjike ose sensitive, të cilat shkaktojnë probleme në familje. Megjithatë, le të themi dimensioni fetar mbetet akoma shumë i paprekur ose i pashtëruar në le të themi në ambientet tona mbar shqiptare, shqipfolse. Dhe fjala bie për shembull tema sa ndikojnë mëkatet në jetën familjare. Është një temë e cila nuk trajtohet shpesh dhe si mund ta materializojmë apo ta sjellim me shembull konkret në bashkëtesën familjare këtë gjë. Nuk ka dyshim se ne nëse përmendëm në emisionin e kaluar sa më shumë adhurim për kushtim ndaj Zotit, aq më lumturi do të ketë në familje, dhe e kundërta kësaj është e vërtetë, që do të thotë sa më shumë mëkate dhe gjunahe, aq më shumë do të ndihen efektet dhe pasojat në familje. Për këtë arsye thosh në të moshmit të parët tanë, efektet e gjunaheve i shohim tek le të themi tek mosjellja mirë e bashkëshortes e fëmijës. Pra, jo vetëm që njeriu mund ta vuajë në veten e tij pasojën e mëkatit, po Zoti, domethënë, mund t'ia japi efektin e mëkatit tek familjarët. Pra, mungesa e një jete të lumtur bashkëshortore mund të jetë arsyeja dhe shkaku kryesor i saj, bërja e mëkateve nga njëri apo nga tjetri, apo nga të dy. Për këtë arsye ka një hadith shumë interesant, që thotë, kur dy veta duan për hir të Zotit, nuk po flasim për bashkëshortët tani, kur dy veta duan për hir të Zotit, ftohen dhe ftohet kjo dashuri për hir të Zotit për shkak të mëkatit që mund të bëjë njëri prej tyre. Bukur. Po normalisht edhe në jetën bashkëshortore. Pra, mund të jetë mëkati i njërit apo mëkati i tjetrit. Pra, nëse shohim ftohje mes dy bashkëshortëve, mos ta kërkojmë gjithmonë gabimin në Jupiter, në Mars. Po do të shohim tek vetja jonë, mos jemi ne shkaktarët, mos kemi bërë diçka ne në raport me Zotin gabim, që po na jep Zoti tek gruaja apo po na jep Zoti tek burri. E para, e dyta gjë, mëkatet do të thotë thirrje dhe afrimi i shejtanëve për rreth nesh. Dhe po erdhi shejtani afër nesh dhe rreth nesh, do thotë që s'ka më lumturi, fillon kapesh për gjëra koti, nxehesh për gjëra koti, zmadhon në jetën bashkëshortore gjëra koti. Pra, mëkati, domethënë, ka efekte, ka domethënë, nuk është vetëm diçka shpirtërore që rëndon njeriu. Po edhe shpirtërisht e rëndon njeriu me kuptimin njeriu fillon dhe stresohet kot apo rëndohet, po edhe në jetën materiale, pra në jetën fizike ai ka efektet e veta. Për këtë arsye, nëse ndodh diçka në jetën bashkëshortore, një ftohje apo një problem, ajo që do të këshilloj është që çifti filloj të kontrolloj, të reflektoj, të pendohet, të kërkoj falje Zotit, se mund të jetë diçka që ka shpërthyer në sjelljen jo të mirë, apo në komunikimin jo të mirë, apo në shërbimin jo siç duhet, apo në humbjen e rolit që duhet të ketë, le të themi, bashkëshortja apo bashkëshortja. Në fakt ka dhe një gjë interesante që Umar ibn Khattabi shkruan të ushtrive islame, i thoshte keni kujdes mëkatet dhe sidomos namazin, thoshte, sepse ata janë më disiplinuar se ju dhe ju jeni më devotshëm se ata, por nëse bëni mëkate, thoshte, disiplina atyre do e mundi devotshmërinë tuaj. Pra pak a shumë dhe lufta që ka jeta familjare me shejtanin, se dinë dhe hadithet që shejtani çiftin synon të ndaj. Dhe ato janë dhe thelbi i magjive kryesisht në botë. Le të themi pra është i jep mundësi atij që të ketë pushtet ndaj teje, pra me anë të mëkateve dhe krijon ato problemet pastaj që i dim dhe që po i trajtojmë. Bukur, një tjetër pikë interesante është sa ndikon mbështetja tek Zoti. Pra ndoshta ne gabojmë duke u mbështetur tek njëri tjetri në çift, presim shumë, po ndërkohë mundësitë njerëzore janë të limituara. Dhe sa ndikon pra mbështetja në Zot për të zgjidhur këto probleme familjare. Kur themi ne mbështetja në Zot, është ajo që Zoti, domethënë i ka karakterizuar besimtarët në Kur'an duke thënë se wa 'ala Allahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Pa besimtarët, ajo gjë që i dallon në jetë është se i mbështeten Zotit dhe i dorëzohen Zotit. Në momentin që njeriu, domethënë, fillon dhe e kthen fokusin e tij tek krijesat, qoftë tek burri, qoftë tek gruaja, qoftë kudo,
Domethënë ky njeri sikur ftohet nga mbështetja e tij në Zot. Ndërkohë që faktikisht domethënë Zoti na urdhëron neve që besimin dhe mbështetjen ta kemi tek ai dhe raportet me njëri tjetrin mundohemi të kemi sa më korrekte. Pra, korrektësia në jetën bashkëtorë, përpjekja për të qenë sa më afër njëri tjetrit, për të shërbyer sa më shumë njëri tjetrit, faktikisht nuk bie ndesh me mbështetjen e Zotit. Pra nuk mund të themi unë jam mbështet Zotit dhe jeta bashkëtorë ka shkuar më mirë se jam mbështet Zotit, po edhe unë duke qenë shumë korrekt në jetën bashkëtorë ka shkuar më mirë, e s'ka nevojë me mbështet Zotit. Jo, duhet të jemi tek e mesme. Pra ne i mbështetemi Zotit që të kemi sukses, domethënë dhe të kemi mbarësi dhe bekim, por kjo nuk na pengon që ne të jemi sa më korrekt me njëri tjetrin, sa më të kujdesshëm në raportet me njëri tjetrin, sa më ndihmues me njëri tjetrin. Pra, le të themi bërja e sebebeve për një jetë të lumtur bashkëtorë është shumë e rëndësishme me mbështetjen në Zot. Mbështetja tek sebepet pa u mbështet në Zot është problem, po mbështetja në Zot pa bërë sebepet e një jete të lumtur bashkëtorë prapë është problem, kështu që ne duhet të jemi, siç e themi gjithmonë tek me art, pra i bëjmë shkaqet dhe i bëjmë sebepet, ama mbështetjen dhe suksesin e presim prej Allahut. Pra ajo fjala jonë që ne themi la haula wala quwata illa billah nuk ka forcë dhe fuqi për të pas sukses në jetë dhe për të larguar nga të këqijat në jetë, vetëm se me suksesin dhe fuqinë që mund të japë Zoti, kjo funksionon edhe në jetën bashkëtorë. Një tjetër, le të themi, fenomen që hasim është le të themi projektet mallore gjigande që angazhojnë familjen, ndërkohë humbet e përditshmja, humbasin gjërat e vogla. Pra sa e rëndësishme është që familja të merret, le të themi, me edukimin e fëmijëve, me detyrat e tyre, me gjërat pra të përditshme dhe t'i lejnë, le të themi, për një çast ose le të merren kur është reale, pra le të themi këto projekte të mëdha. Pra, këto gjërat e vogla sa ndikojnë në lumturinë familjare. Nuk mund të ngrehet një kalanç ose nuk merremi gur më gur në bërjen e kalas. Kështu është edhe puna e projekteve të mëdha që ne kemi në jetë, domethënë. Ne nuk mund të kemi, domethënë, fëmijë apo nuk mund të kemi një familje të suksesshme apo nuk mund të kemi pritshmëri të mëdha nëse nuk merremi me çdo detaj. Për këtë arsye në Islam, domethënë, edukimi i fëmijës, ushqimi me besim i fëmijës, një jetë e shëndetshme brenda familjes është shumë e rëndësishme për atë që ne presim nesër prej brezit që do të rritet. Për këtë arsye ne themi gjithmonë që puna më e rëndësishme që ka një femër është të edukojë fëmijët e saj, t'ju përkushtohet fëmijëve të saj, t'ju ushqej me dashuri dhe me mishuri dhe me besim fëmijët e saj. Pra puna më e bukur që mund të bëjë një femër dhe puna më e mirë që mund të bëjë një femër është të merret me fëmijët e saj. Sesa fëmijët tanë të edukojnë njerëzit e tjerë cilëve ju mungon dhimbshuria dhe dashuria. Kështu që domethënë ne duhet merremi me çdo detaj të jetës së fëmijëve tanë, sepse ky detaj nesër do të bëj dallimin. Ky detaj nesër do të bëj, si më thon, edhe momentin e lëvizjes tij pozitive për veten e tij dhe për shoqërinë e tij. Kështu që nuk duhet ta nënvlerësojmë këtë gjë. Kjo është parësore, kjo është më e rëndësishmja. Për këtë arsye pejgamberi sa më na mësonte se ti mësojmë fëmijët tanë si të marrin abdest, si të pastrohen, si të falen, si të komunikojnë me njerëzit, si të ulen, si duhet paraqiten kur vinë mysafirë kështu me radhë. Pse? Sepse kjo nesër do të ndikojë në karakterin e këtij fëmije dhe se si ai do të ngrej familjen e tij dhe se si ai do të ndërtojë jetën e tij më pas. Bukur. Sa ndikon përtatësia le të themi në problemet bashkëtorë në çift? Përtatësi qoftë në shtëpi duke ndihmuar çiftin njëri tjetrin apo duke mos bërë për shembull detyrat që kanë për të bërë brenda shtëpisë, por qoftë dhe në papunësi dhe jashtë shtëpisë. Nuk ka dyshim se kjo domethënë përtatësia apo dembelizmi është problem shumë i madh, edhe në jetën e zakonshme domethënë, po edhe në jetën bashkëtorë. Domethënë mos prit gjithmonë nga tjetri që ai të t'i bëj gjërat. Pra je dhe ti ai i cili kontribon. Je i pari që bën, je i pari që kontribon. Ndoshta duhet një moment që ti ta bësh që para tjetër të ndërgjegjësohet. Për këtë arsye, domethënë
kur e pyetën nënën e besimtarëve Aishën, i thanë, ore pejgamberi sa në shtëpis çfarë bën? Ajo tregoi që ai bënte një jetë shumë interesante. Pastronte, qepte, milte, domethënë delet, domethënë një jetë shumë interesante. Pra nuk e ndante si më thon punën e tij në familje pejgamberit selam me punë të burrave dhe punë të grave. Nuk kishte kështu ndarjesh, domethënë. Kështu që përtacia është element problematik faktikisht, domethënë, është problem shumë i madh. Kështu që nuk mund të ketë sukses dhe nuk mund të ketë lumturi në familje që ulet këmbë kryq në atë familje përtacia dhe dembelizmi. Përderisa ne mendojmë se kemi një projekt shumë të rëndësishëm që e kënaq Zotin, që është familja, përderisa ne mendojmë se duam të fitojmë xhenetin, nuk ka qetësi. Pra me kuptimin, duhet jemi ne ata të cilët angazhohemi, duhet jemi ne ata të cilët e bëjmë të parë, duhet jemi ne ata të cilët nuk lodhemi. Pra nuk ka qetësi kjo botë. Dhe nga krahu tjetër është dhe ekstremi tjetër. Pra le të themi angazhimin punë me orë gjata larg familjes, ose dhe ata që punojnë në shtëpi nuk merren fare me familjen. Pra le të themi dhe ky ekstremi tjetër, sa ndikon kjo pjesë? Normalisht ndikon shumë. Pra, domethënë, në momentin që ne nuk dim të bëjmë renditjen e gjërave në jetë, sipas asaj që thuhet gjërat e rëndësishme dhe urgjente, gjërat e rëndësishme jo emergjente, jo urgjente, dhe gjërat që janë urgjente po jo të rëndësishme, dhe gjërat e pa rëndësishme dhe jo urgjente. Kështu që ne nga njëra angazhohemi me gjërat e pa rëndësishme dhe jo urgjente dhe lejmë bazdore gjërat e rëndësishme dhe që janë urgjente. Të rish në familje, të shohin fëmijët në shtëpi, të pish një çaj me ta, të shohësh se si ka qenë, domethënë, ecuria e tyre në shkollë. Unë mendoj se kjo është, domethënë, e rëndësishme dhe emergjente, domethënë. Kështu që ne nga njëherë kemi kohë të harxojmë, le të themi jashtë shtëpisë, orë të tëra për asgjë, ndërkohë që nëse gruaja na shfaq një problem që kanë fëmijët, apo fëmijët na shfaqin një problem, neve na duket një kohë shumë e gjatë, na duket sikur po humbim shumë kohë, ndërkohë që kemi humbur shumë kohë atje ku nuk ishte, domethënë, diçka e dobishme dhe interesante. Kështu që përveç angazhimit ton, le të themi, për të pas fëmijët tanë, apo familja jonë jetë sa më të mirë dhe komode, për sa i përket, le të themi, të jetuar rit, duhet ne që të japim përparësi kësaj pjesës së prezencës tonë, pjesës së interesimit ton personal. Domethënë, fëmia ka nevojë të fiksojë ca gjëra nga jeta e babait të tij, nga jeta e gjyshit dhe gjyshes, nga jeta e dajës, nga jeta e xhajës, nga jeta. Pra ka nevojë fëmia të marrë disa, le të themi, disa si themin e pikla ose disa cifra. Disa gjëra që këto pastaj do të ndikojnë në formimin e tij. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është tepër e rëndësishme që ne të jemi pranë, të jemi aty, të gjendemi aty, të dëgjojmë vetë, flasim vetë dhe normalisht duke mos neglizhuar të pjesë që është pjesa e plotësimit të nevojave materiale që ka familja, por edhe e plotësimit të nevojës të qenit me trup dhe me shpirt pranë tyre. Me që ju përmendët në fakt aspektin kohor, që i dedikohet familjes, shoqërisë, punës, le të themi, unë do t'ja vetëm diçka tjetër, domethënë që mos ta harroj. E diti që mund vinë njerëz që thonë nuk nga përqafuar asnjëherë babai ose nëna, ose s'm ka puthur ndonjëherë. Do çfarë po rritet, subhanallahu, si do të rritet ky fëmijë? Ky prind mund të jetë dikush i jetë, në momentin që s'di të afrojë fëmijën e vet, në momentin që s'di të përqafojë fëmijën e vet, domethënë çfarë po bën ky njeri? Çfarë do të kujtojë ky fëmijë nga prindi i tij? E vërtetë është problem edhe ky në fakt që ekziston shumë edhe është i përhapur në mas, nuk është izolum le të themi, por që është rritur një lloj brezi aty. Dhe po thoshim që si e ndante profeti sa kohën, pra dedikimin ndaj shokëve, ndaj familjes, domethënë si ishte kjo pjesë? Roli i pejgamberit alayhis salam ka qenë rol më i veçantë në kuptimin
A ishte i angazhuar me shpalljen, ishte i angazhuar me transmetimin e shpalljes, ishte i angazhuar me mësimin dhe edukimin e njerëzve. Ne nuk jemi të gjithë në këtë rol e para gjë. Pavarësisht e prapë bonte punë shtëpie. Bravo. Megjithëse se ai kishte këtë rol kaq të rëndësishëm dhe të madh, domethënë, kjo nuk e pengonte atë që të ishte prezent në darkë, në shtëpi, domethënë. Pra mbaronte jacia, profeti alayhis salam ishte në shtëpi. Profeti alayhis salam gjendej në shtëpinë e tij. Pra gjatë paradites të transmetime të sakta që pejgamberi sa ishte në shtëpinë e tij. O do të merrem me ndonjë punë, në biznes apo diçka le të themi, ose do të ishte në shtëpinë e tij. Pra pejgamberi alayhis salam, po mos ishte me shpallje, po mos ishte me transmetim shpallje, po mos ishte me mësim dhe me edukim, ishte në shtëpi. Në fakt është lexuar diçka që qarkullon në rrjetet sociale, nuk e di sa e saktë është, që thotë një pjesë e dedikonte familjes, një pjesë e dedikonte le të themi daljes jashtë pra dhe thirrjes islame, davetit, punëve të shtetit. Është treguar ose është thënë nga të parët tanë se njeriu jetën e tij duhet ta ndajë në 4 kohë ose në 4 fasha le të themi. Një orë, pra një pjesë, më thon për Zotin. Një pjesë për jetën, pra me kuptimin të furnizimit etj. Një pjesë për familjen dhe një pjesë për veten tënde, pra për të reflektuar. Dhe kështu faktikisht duhet funksionojë gjëja, domethënë. Pra gjesh kohën edhe për Zotin, gjesh kohën edhe për të kërkuar furnizimin, po të gjesh kohën edhe për familjen, po të lesh edhe kohë për veten tënde, domethënë që ti të jetë një moment mes teje dhe Zotit, të reflektosh, të hulumtosh, domethënë punët e tua, hallet e tua dhe sikletet e tua. Në fakt ka një tjetër hadith interesant që thot profeti sallallahu alajhi wasallam të duash për tjetrin atë që don për vete. Pra nuk beson ndonjëherë për jush. Dhe si mund të mishërohet kjo në çift duke ditur se zakonisht çiftet e marrin si armik ose si rival njëri tjetrin. Janë gjithmonë ngar. Kush i ka për shumë gabime tjetrit. Faktikisht këto hadithe të pejgamberit alayhis salatu wasallam ne duhet t'i kuptojmë në të gjitha sferat e jetës. Pra jo vetëm për dikë që është larg nesh apo për të tjerët. Kjo funksionon edhe për vllajën e gjakut, edhe për motrën e gjakut, po funksionon edhe në jetën bashkëshortore, sepse edhe pse jemi bashkëshort, ne faktikisht jemi edhe vëllezër për hatër të Zotit dhe motra për hatër të Zotit në fund fare. Pra ne kemi një Zot që na bashkon, një besim që na bashkon, pavarësisht se jemi në rolin e bashkëshort dhe bashkëshortes. Kështu që bashkëshorti i mirë është ai që don më të mirën për bashkëshorten e tij dhe bashkëshorte e mirë është ajo që don më të mirën për bashkëshortin e tij, pra gjën më të mirë, më të dobishme për burrin e saj, po kështu edhe burrit e gruaja e tij. Jo ku ta kapin gabim, jo të gëzohet kur i not diçka, domethënë. Kështu që domethënë duhet ta shohim në këtë aspekt, pra të duam më të mirën për të. Jo ta rëndojmë më shumë kur ta shohim se është e rënduar, jo ta hidhrojmë më shumë kur ta shohim se është e hidhruar. Po kur është e hidhruar apo e hidhruar ta gëzojmë. Kur është e rënduar ta lehtësojmë. Kur është në qejf t'ia shtojmë qejfin dhe kënaqësinë. Kur është e lumtur t'ia shtojmë edhe më shumë lumturinë. Pra na bëj, domethënë jeta e bashkëshortit apo jeta e bashkëshortes na bëj neve domethënë që të reagojmë me të, që ta bëjmë atë sa më të mirë. Kështu që hadithi është me vend, dhe hadithi është në vendin e duhur që s'ka besuar asnjëri për ju derisa doj për tjetrin atë që don për veten e tij, dhe në këtë rast në jetën bashkëshortore funksionon edhe ky hadith e pejgamberit alayhis salam. Interesant dhe shpesh për shembull njerëzit nisen edhe nga paragjykimet. Pra thot, ma bëri këtë për këtë arsye, po unë e di pse e theti këtë, pra sa vlen ai hadithi që aja çave zemrën dhe peça kishte në zemër, pra domethënë nuk duhet t'i japim derën shejtanit. Domethënë momentin që ne fillojmë dhe mendojmë, paragjykojmë, i kemi hapur derën shejtanit. Ma bëri këtë për këtë. Po. Vetë Zoti e tha në Kur'an, kur foli në surën Al-Hujurat, ja ju alladhina amanu ijtanibu kathira min adh-dhann. O që keni besuar largoni ose mos u kapni me paragjykimet, me hamendësimet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha hamendësimi apo paragjykimi është gënjeshtra më e madhe e cila domethënë e angazhon njeriu nga e vërteta. Kështu që ne domethënë duhet të trajtojmë gjërat më thjesht, nuk duhet mendojmë se patjetër duhet të ketë një prapavi,
apo një qëllim në veprimin që u bë, sepse mund të jetë edhe natyrshëm, mund të jetë edhe momentit, mund të jetë edhe spontane, domethënë, sepse ne njerëz jemi, gabojmë dhe jo, domosdoshmërisht për çdo gjë duhet të ketë një arsye. Kështu që duhet më marr gjërat më thjesht, domethënë duhet më marr gjërat më natyrshëm. Nuk do të bësh shumë analiza politike pse e bëri këtë sjellje, pse e thau, do të jeni çik më pra ajo që thamë dhe shpart, ta dush për tjetër që don për vete, pra ta mendosh më të mirën, pra ta justifikosh, të gjesh justifikimin. Po, absolutisht. Atëherë bëjmë një shkëputje shkurtër dhe rikthehemi sërish në studio. Të nderuar teleshikues, ja pra kur rikthyer sërish në studio me të ftuarin ton, Hoxhën e nderuar Ahmet Kalaja. Hoxhë i nderuar shpesh ndodh në çift, edhe në jetë, por kemi fokusin ke çifti për momentin, që thot nuk i flasa, nuk më flet. Ose po i mbaj qëndrim se më mbajnë qëndrim. Pra sa dobishme do ishte që ai që e nisi pari, le të themi. Që është dhe me selamin dhe... Po, ka një hadith bukur pejgamberit e selam që tha, më i mirit e Zotit është ai që e nisi pari. Pa le të jemi ne ata të cilët garojmë. E thymë akullin. Po, e thymë akullin. Domethënë, siç duhet që njeriu, domethënë, ose siç njeriu kërkon që tjetri të jetë ai i cili, domethënë, thyhet i pari apo e thot i pari, le të jemi ne të bëjmë rolin tjetër, pra le të jemi ne të parët. Për këtë arsye pejgamberi ose në jetën e tij bashkëtorë ka qenë ai gjithmonë që e bën të hapin i pari. Domethënë nuk priste që ta bën të hapin bashkëshorti atij, po ai vetë hidhej i pari dhe gjithmonë e thoshte i pari, apo ishte ai i cili kontribonte i pari, domethënë në rregullimin e jetës bashkëshortore, në rregullimin e familjes. Kështu që kur themi ne që më i mirë është ai që e fillon i pari apo e nisi pari, kjo funksionon edhe në jetën bashkëshortore. Kështu që nëse ka diçka, sepse është normale që në jetën bashkëshortore të ketë momente, ai i cili është më i mirë te Zoti është ai i cili e hedh hapin i pari. Kështu që ne duhet ta mendojmë gjën, domethënë edhe të fitoj kënaqësinë e Zotit, si të jem më i mirë te Zoti, atëherë le të jem unë ai i pari i cili do të fali, unë ai i pari i cili do të toleroj, unë ai i pari i cili do si më thon, do të zbres nga e drejta ime në emër të familjes dhe në emër të dashurisë edhe të kaluarit mirë, si më thon. Me që jemi ke pjesa e të parit. Kjo le të themi është në një moment kur çifti është gjak ftohtë. Po kur çifti është gjak nxehtë, pra në çastet që po debaton, situata le të themi është në eskalim e sipër, çfarë shpërblimi ka ai person që heq dorë i parë dhe kur ka drejt ndoshta? Është vërtet, domethënë duhet që kur ka një përplasje, njëra prej palëve duhet të tërhiqet. Dhe sugjerohet që ose preferohet që ai që ai faktikisht më i mirë në këtë rast është ai i cili bën tërheqjen i pari. Duke më përshtet për shumë në hadithin e pejgamberit alayhis salam që tha, unë i garantoj një shtëpi mes xhenetit atij që të heq dorë nga debati, edhe pse e di se është në të vërtetë. Pra, nganjëherë ne nuk e dimë a jemi në të vërtetën në debatet që bëjmë, po ngulim këmbë. Po pejgamberi sa tha, edhe nëse e di që je në të vërtetën, unë i garantoj atij një shtëpi mes xhenetit. Edhe në jetën bashkëshortore, shejtani punon shumë, po mund punojnë edhe të tjerët që të ngrihen konflikte dhe debate. Më i mirë është ai i cili ditë të rriqet i pari, edhe pse në vetvete apo në bindjen e tij të brendshme është i bindur që ai është në të vërtetën. Pse? Sepse jeta bashkëshortore është më e rëndësishme, familja është më e rëndësishme, që fëmijët të rrisin me 2 prindër është më e rëndësishme, që fiset dhe prindërit tanë mos t'ju shkatërrohet jeta duke na parë neve të ndarë dhe të shkatëruar është më e rëndësishme, që njerëzit që s'na e duan të mirën mos t'i gëzojmë me zëngat tona është më e rëndësishme. Kështu që domethënë duhen parë në këtë prizëm, pra nuk duhen parë, si më thon, nuk duhen parë si përplasje se kush del i fituar. I fituar në një përplasje në jetën bashkëshortore është vetëm shejtani i mallkuar. I fituar në një përplasje në jetën bashkëshortore janë vetëm armiqtë e familjes. Nuk ka të fituar. Domethënë edhe nëse ti do të fitoje në debat apo në konflikt, faktikisht aty ka filluar një çarje. Edhe nëse bashkëshortja do të fitonte me kokforcinë e saj, me këmbgulin e saj, edhe nëse do ta vërtetonte që ai ishte
në fund fare ka ngel një krismë aty, ka ngel një çar. Atëherë mos ta çojmë situatën deri aty. Le të tërhiqemi. Ore ky hadithi që thot pejgamberi Sam, unë i garantoj një shtëpi mes xhenetit, kush tërhiqet nga debati, edhe nëse është në të drejtë. A nuk vlen edhe për jetën bashkëtorë? Pse kjo vlen vetëm kur jemi në punë? Kjo vlen vetëm kur jemi në shkollë? Apo vlen edhe për jetën bashkëtorë? Po kjo vlen kudo në jetë, edhe në marrëdhënien e prindit me fëmin, edhe në raport me punën, në raport me kolegun, po edhe në raport me jetën bashkëtorë. Kështu që dikush duhet ta ndërmarrë i pari hapin, që të tërhiqet, ndikoj për mirë. Kështu që, domethënë, gjithmonë unë them, nëse ne jemi, domethënë, kemi kuptuar shumë mirë fen dhe besimin, unë mendoj që jeta jonë bashkëtorë do të ketë dimensione të tjera dhe shumë gjëra domethënë do të anashkalohen dhe do të kuptohen shumë më ndryshe nga që mund të shihen në një jetë e cila nuk ka brenda besimin dhe udhëzimet. Po, diskutohet. Por është dhe aspekti tjetër, pra nëse këmbgulet në gabime, nëse ka shumë gabime, kur do të ndërhyjë bashkëtorët? Pra deri në çmas duhen toleruar gabimet që le të themi pra truhet dhe harmonia familjare. Ne duhet të kemi parasysh diçka, domethënë këshillimi është gjë tjetër. Pra unë kam për detyrë ta këshilloj bashkëshortën time dhe ajo ka për detyrë të më këshillojë mua. Kjo është gjë tjetër. Por domethënë zmadhimi i gabimit më shumë sa duhet ose dhënia rëndësi më shumë se sa ajo e ka rëndësinë, ky është problem. Ndërkohë që ne duhet të këshillojmë, ndërkohë që ne duhet të jemi këmbgulës që situata të përmirësohet. Durueshëm dhe. Po edhe durueshëm e kështu me radhë. Po kjo nuk do të thotë që ta çojmë situatën në konflikt. Pra, si më thënë, unë për shembull më bën shumë pyetje, për shembull, nëse unë e shoh në këtë gabim, them detyra jote është ta këshillosh, kaq. Nëse ti e ke këshilluar, do të thotë se ti para Zotit je në rregull. Po ai nuk hoqi dorën, nuk kam thënë disa herë, ai po e përsërit. Ti e ke bërë detyrën tënde përpara Zotit. Pra ti me Zotin je në rregull, sepse e ke këshilluar. Pra ne jemi të obliguar të këshillojmë dhe jo të korrim rezultatet e këshillës. Okej, para tjetër është obliguar që kur dikush këshillohet ta pranojë këshillën. Okej, po ja hasëm në një palë e cila për shembull nuk e mori këshillën. Ne çfarë duhet bëjmë pastaj? Do të shkatërrojmë familjen, do të shkojmë divorc, jo. Duhet bëjmë sabër, duhet bëjmë durim. Okej, ka ca gjëra pastaj që edhe mund të jenë shkak në shkatrimin e familjes, në ftohjen e dashurisë kështu me radhë, por ne po themi kur nuk është situata e tillë, kur nuk ka shku situata deri në atë lloj faze. Pra, gabimet apo gjunahet, le të themi që nuk bien ndesh me qëllimin e martesës, nuk duhet zmadhohen më shumë se sa e kanë vlerën. Pra, t'u jepet rëndësia, por mos t'u jepet rëndësi e madhe. Pra në fakt me çfarë po shihet, domethënë problemi është kur kalohet edhe në personale. Domethënë nisesh për një qëllim të mirë, për një diçka dhe kthehet çështja pastaj personale. Po se punon shejtani. Po punon shejtani, domethënë ne asnjëherë nuk duhet të harrojmë atë që kemi përmendur në emisionin e parë të kësaj bisede, domethënë që është qëllimi, pse po e bën? Është qëllimi i përmirësimit, qëllimi i rregullimit, qëllimi i arsyetimit para Zotit, apo po e bën se kalo pastaj në personale kot, domethënë shejtani kapet një detaj që s'ka të bëjë me thelbin, edhe fillon pastaj të kalon çështjen personale. Pra dhe mos paragjykimi, domethënë që e bëri për këtë. Po vërtet është, po edhe ai që këshillohet, domethënë është e njëjta gjë, domethënë nuk duhet ta marrë personale, nuk duhet ta marrë se kur po e poshtron para tjetër, apo sikur do ta injoroj para tjetër me këtë që po i thot. Para tjetër që po e këshillon i don të mirën. Pra do të ketë mirë kuptim, domethënë. Diskutohet. Pra duket sikur për çdo problem çift feja ka sjell një medikament, ka sjell një kur, domethënë ka një ilaç dhe kjo është nga mrekullia e Islamit dhe siç e tham dhe në fillim, domethënë që janë tema që nuk e zaurohen dhe nuk paraceken nga mediat dhe ka një vakum që njerëzit le të themi duhet të informohen, sepse feja pra pas ka ilaçin për këtë pjesë që nuk trajtohet as në telenovela, as në libra dhe as në përpsime. E bukur është domethënë se libri i Zotit ke shembuj plot domethënë për mënyrën se si domethënë duhet të jetë sjellja dhe komunikimi në jetën bashkëtorë,
Por edhe jeta e profetit alayhis salam është e mbushur, domethënë me shembuj dhe me raste se si, domethënë njeriu duhet të ketë një komunikim shumë, le të themi, të mirë, korrekt dhe të bukur në jetën bashkëtorë. Pra, thënë ndryshe, sa më i ushqyer të jetë njeriu me dijet e Islamit, me librin e Zotit, me traditën e pejgamberit alayhis salam, aq edhe më fleksibël është, aq edhe më elastik është, aq edhe më i durueshëm dhe më i qetë është. Diskutohet. Hoxhë nderuar, ju falenderoj shumë për shtërimin, shtjellimin që i bët pra pyetjeve dhe temave që kishim për sot. Gjithashtu falenderoj dhe teleshikuesit për vëmendjen që na kushtuan. Deri emisionin e ardhshëm, Asalamu alaykum.